Ndërkohë, Valentina, ti ke pa kohë që e kthyer. Po. E kthyer për gjithmonë apo do ikësh prapë? Këtë nuk e di. Varet se si ndihem në vendin tim, po për momentin nuk po përshtatem. S'po përshtatesh akoma? Jo. Po nuk po jeton më me bashkëshortin? Jo. E ke bërë divorcin me të? Po. Tani ke marrë dhe fëmijët me vete këtu? Jo, më thënë drejtën, unë 2 djemt i kam të rritur. Një djali madh është i sistemuar në Suedi. A, pra i ke aty? Me punë, me... Je vetëm me gocën këtu, apo dhe gocën e ke aty? Jo, vajzën e kam këtu. E ke me vete gocën? Po, goca është këtu. E ka pas çik të vështirë, me thënë drejtën. E Shumë të kuptova. vështirë e ka pas atë. Në fakt të ndodhi dhe një fatkeqësi kam përshtypjen, po? Në familje. Po. Kë humbe? Para 5 vitesh kam humbur mamin tim. Kam qenë në Suedi edhe ka qenë një tmerr sepse nuk arrita ta takoja dot. Unë isha në procedurë dokumentash. Kjo më ka ngelur një breng. Dhe babi e ka përjetuar shumë keq humbjen e mamit. Tepër keq. Se ishin të dy gjithmonë të afruar shumë, mirë kuptoheshin shumë me njëri tjetrin. Ishin si motre vllaku, doj që i shifje bashkë, i shifje. Ndërkohë këtu do doja të nënvizoja dhe faktin e sakrificave të vllait tënd që erdhi nga Norvegjia për t'ju gjendur afër babit. Pas vdekjes mamit. Dhe që ti e ke vlerësuar shumë këtë. Shumë. Dhe kush nuk do ta vlerësonte. Që për hir të prindit, fëmia lë gjithçka pas dhe vjen që të kujdeset për prindin. Për atë që në fund të ditës prindi ka bërë gjithë jetën për fëmijën. Dhe tani u ktheve dhe ti. Po sot pse ke ftuar babin? Sot e kam ftuar babin për t'i thënë që faleminderit shumë për gjithçka që ka bërë për ne. Faleminderit shumë për duart e tij me gjak, kur vinte nga puset që punonte për të siguruar bukën e gojës për neve. Për paqen, për qetësinë, për mirësinë, për gjithçka të bukur që ka dhuruar për ne. Babi e ka emrin? Flamur. Ne kemi çuar mesazhin. Faleminderit. E ndjekim bashkë. Këtu ndodhemi në qytetin e Roskovetit, ku kemi ardhur për t'i përcjellë mesazhin zotit Flamur. Më kanë thënë që ai gjatë ditës lëviz shumë, por në orarin e drekës e gjen në shtëpi. Ndaj po shkoj ta takoj. Përshëndetje. Mund të afroheni pak, ju lutem? Përshëndetje. Flamur gjithë, si shkoni? Mirë, faleminderit. Mirë, si shkoni? Në fakt juve po ju kërkoja. Unë emër Tugela, vi nga e dila shqiptare në televizionin Klan, nga rubrika Ka një mesazh për ty. Jam këtu për të thënë që në telefonin tuaj sapo erdhi një mesazh. E lexojmë bashkë, lutem? Zire. Të ndihmoj? Po. Nxire ti duku unë s'marr vesh. I dashur Flamur, të dielën ju ftojmë në programin e Diela Shqiptare. Ka një mesazh për ty, Arditi. Faleminderit. Të dielën nesër. Të dielën, po. Babi duket në formë. Ndihem shumë e lumtur që e kam babin. Ndihem shumë krenare. Dhe ne pyesim Tugelën, e kemi zotin Flamur? Zoti Flamur e mirëpriti ftesën për të ardhur në program dhe sigurisht që e kemi mes nesh. Përshëndetje publiku, përshëndetje. Mirë se erdhe, mirë se erdhe. Si e? Faleminderit.
Urdhroj dashur, urdhroj. Dhe kisha mallë që edhe të takoja nga hapë. Vërtet? Edhe të ta bëjmë fotografinë e ty që ta kem O, po patjetër, me shumë qef. Urdhroj dashur, urdhrom. Si të kam? Mirë. Mirë. Kush të ka ftuar sot? Arditi. Kënaqësia më e madhe që u takuam. Faleminderit. Televizor shikojnë e gjithmonë të bëjnë like, po ka më mirë se kështu. Po rrofsh, faleminderit që na erdhe. Se dëgjoj, ka dhe lezet po thërret një të moshuar. Ti e çuniri më ku i moshuar. Ti marshallah, shisiri në këmbë. Po morre me punë tërkon, po ti është buzëqeshur, do qëndrosh edhe në këmbë. Unë sot mora një plumë të bardhë gjande, po ma vullë në fugon. Jore. Se doja ta qoja këtu plumë pakjesh. Na erdhe vetë si pëllumbi bardhë, mos e vritë më ndjen. Shumë faleminderit. Faleminderit. Shumë faleminderit. Tani dashur Flamur ulu dhe shijo këtë moment që do shosh tek muri përballë. Faleminderit. Nuk më shkon dhe mendja për këtu. Vërtet? Jo, e ta the me shpirte. Nuk më shkon dhe mendja për këtu. Me nene, me baba jam 77, i kam lënë 77. Me pasaport jam miri. Me pasaport jam miri. Se na shkron dhe babaj kur të beshim 3 vjesë, kësha alë më këthesh Gjermani na mërë të ushtar prapë. Po, mirë. Shumë faleminderit. Goca. Edhe ti ke punuar shumë. Unë ajo erdi dhe ne hapëm derën si që hapim për të gjithë. Jam shumë i kënaqur. Faleminderit. Unë syti kam e lot vetëm se takova me ty sot. Faleminderit. E di që më ke bërë sot apja. Ma ke rinuar. Pra të zote, më ke rinuar. Më ke bërë të rinuar. Faleminderit.